kush është nga fleri dhe s'ka qenë fallxore. Edhe nuk e Këto të dyja shkojnë kështu tek një psychic reader që të lexojnë dorën. Dhe kjo shoqja tjetër, goca tjetër, nga që po i dukej shumë mirë, okay, do ta lexoj edhe unë. Dhe kjo goca hikën nga aty dhe disa javë më vonë, vetëm kur vdes kjo. Këto rroba që thash ishte çuti një fallxore. Dhe lidhja me vajzën e re, më thënë që vazhdon edhe sot, në atë periudhë që rrobat ishin të fallxorja, nuk shkoi shumë mirë te ana intime e lëfemit. Dhe me thënë, nuk performojnë dot, me sa po kuptoj. Nuk performoj, nuk isha dëshirë, nuk performoja, nuk mu çonte lëfemi. Kanaterja ta E se bëni. për shembull mund thotë që po ti vetë tradhtove. Po normale shumë mira ka bërë bile se nuk doja të dilja tamam në origjinë. Dhe në atë moment më duket se po më vjen diçka më mbyt. Dhe s'mbushesh dot me frym, hapa sy direkt që i hinë zez mbi kokë. Mami njifte një person, domethënë nuk është se bënte magji, kjo këndon ose të yshte, kjo këndonte me Kur'an. Kurse këtë vazon me ujë, kur të laj goca ta hedhi kështu në kokë, thjesht ta hedhi, kurse pjesën tjetër do ta fusësh ose në ndonjë shishe qelqi ose në ndonjë vazo dhe do vesh në ndonjë lumë që ta thyesh. Ikëm vllai me bicikletë me një shok, e hedha ndaj ligjanica. Dhe në momentin që ka thyer vazon, ata kanë ndryshuar një ulërim shtrige. Pre flokët e tua, pre flokët e mamit, flokët e babit, më thënë të marrësh nga një kështu, nga një fije floku nga këta, merri me vete. Se po ta din shpirtrat që e din njerëz të tjerë që ti je këtu, nuk vjen edhe unë sa heq dot magjin. Sa dola jashtë, nuk është se më mbajti goja, e tregova të gjitha kësaj kushrirës time. Edhe kjo më thot mu, më budallaqe më thot se ka dashur të përdor për trafikim seksual. Të shkosh të paguash dhe $500 e të trafikosh. Po,